Horoskopi ditor, 9 nëntor 2025, Dashi, me Merkurin që po fillon retrograd sot, duhet të jesh i kujdesshëm me mënyrën si shprehesh, qoftë me fjalë apo me shkrim. Ka rrezik për keqkuptime, prandaj diskutimet e rëndësishme është më mirë t'i lësh për një kohë tjetër, kur situata të jetë më e qetë dhe mendja jote më e fokusuar. Retrogradi i Merkurit ndikon sektorin tënd të aventurës dhe të mësimit dhe zgjat deri më 29. Kjo mund të sjellë vonesa, konfuzion me çështje ligjore apo edukative, ose bllokime informacioni. Është koha perfekte për të rishikuar projekte që ke nisur, për të rifilluar studime që ke lënë pezull dhe për të marrë frymë. Edhe pse pengesat mund të jenë të bezdishme, kjo periudhë të jep mundësinë të shohësh gjërat nga një këndvështrim i ri dhe të rivlerësosh planet e tua për avantazh personal. Kini kujdes të mos humbësh detajet e rëndësishme ose të keqkuptosh udhëzimet. Sot, durimi dhe reflektimi. Demi, energjitë e sotme të detyrojnë të ndalesh pak dhe të reflektosh, emocionalisht dhe mendërisht. Me Merkurin që po fillon retrograd dhe që zgjat deri më 29, ky është një moment i mirë për të hulumtuar, për të përmirësuar planet ekzistuese, për të mësuar më shumë mbi një marrëdhënie dhe për të kuptuar çfarë të bën vërtet të ndihesh mirë. Në këtë periudhë mund të ketë konfuzion me angazhimet financiare ose burimet e përbashkëta. Shiko pas të kaluarës për të kuptuar më mirë situatat e tanishme, sidomos në çështjet intime dhe financiare. Informacioni mund të jetë i paplot tani, ndaj përqendrohu në aktivitete që rrisin besimin tek vetja. Kini kujdes me detajet financiare, mos haro asgjë dhe shmang huazimet që mund të sjellin probleme më vonë. Edhe pse mund të ndodhin ngadalësime, 3 javët e ardhshme janë ideale për të rishikuar dhe përmirësuar gjërat që janë në pritje. Sot është dita për të buxhetuar më shumë se sa për të shpenzuar, huazuar ose marrë hua. Binjakët, me Merkurin që po fillon retrograd në sektorin tënd të partneritetit, për 3 javët e ardhshme mund të ndodhin ngadalësime lidhur me një person të rëndësishëm në jetën tënde. Planet dhe qëllimet për marrëdhënie janë të mëdha, por nuk është koha për t'i nxituar gjërat. Gjatë kësaj periudhe mund të ketë konfuzion në marrëdhëniet personale ose biznesi. Megjithatë, vonesat mund të jenë të dobishme, ato të japin mundësinë të kuptosh situatën më mirë dhe të reflektohesh mbi atë që do vërtet. Njerëzit dhe çështjet e së kaluarës mund të rikthehen dhe ndonjëherë mund të ndihesh sikur ngec, por reflektimi do të shërbejë. Sot, shiko çfarë thua dhe si e thua. Tendenca është të përpiqesh të kuptosh ndjenjat dhe idetë dhe të arrish marrëveshje ose të gjesh një nivel mirëkuptimi. Durimi dhe reflektimi janë çelësat për këtë periudhë. Gaforja, me Merkurin që po fillon retrograd sot, duhet të jesh shumë e kujdesshme me komunikimin. Ky cikël zgjat deri më datë 29 dhe mund të sjellë vonesa ose pengesa që të detyrojnë të ndalesh dhe të rishikosh gjërat. Sot, diçka nga ndërgjegjja mund të ndikojë në mënyrën si mendon dhe vepron, ndaj është mirë të kontrollosh 2 herë punën tënde. Probleme të vjetra në punë ose në rutinën e përditshme mund të rikthehen. Projekte që mendove se ishin mbyllur mund të kërkojnë rishikim ose mund të presësh informacion të rëndësishëm. Kini kujdes me ato që thua dhe nënshkruan sot. Pas kësaj faze, energjia do të jetë më e favorshme për përmirësime, redaktime, rishikime dhe për të përqendruar tek rutina, shëndeti dhe zakonet që ke lënë pas dore. Së pari, ngadalso dhe merre me qetësi. Luani, me Merkurin që po fillon retrograd sot, është koha të ngadalësosh dhe të rishikosh planet dhe idetë që ke nisur. Ky cikël zgjat deri më 29 nëntor dhe ndikon sektorin tënd të romancës dhe krijimtarisë. Njerëzit ose problemet e së kaluarës mund të rikthehen, ose mund të bëhen një shqetësim emocional ose mendor. Mund të ketë vonesa, pritje ose situata që ngadalsojnë zhvillimin e projekteve, por nëse i kushton vëmendje gjërave që ke lënë pas dore, do të përfitosh më shumë në fund. Komunikimi mund të jetë i paqëndrueshëm sot, dhe mendimet ose bisedat shpesh lidhen me romancat e kaluara, projektet e vjetra ose bisedat që kanë mbetur pezull. Nostalgjia për momente të bukura, ndjenja të gjalla dhe kujtime të lumtura mund të jenë prezente sot.
Virgjëresha, me Merkurin që po fillon retrograd sot, deri më 29 nëntor do të kesh mundësinë të shohësh jetën nga një këndvështrim i ri, sidomos në çështjet personale, familjare dhe shtëpiake. Gabimet e së kaluarës mund të rikthehen, ose mund të ndihesh pak fajtor e për përgjegjësi të papërmbushura. Në vend që të stresohesh, përdore këtë kohë për të rivlerësuar gjërat, mund të zbulohet një gabim ose papërshtatshmëri që kërkon korrigjim. Komunikimi me familjen ose ata që banojnë me ty mund të jetë më i ndërlikuar se sa dëshiron, dhe mund të shfaqen çështje të vogla të zakonshme ose probleme praktike në shtëpi që kërkojnë vëmendjen tënde. Nisma të reja nuk janë të preferueshme tani, por rishikimi dhe riorganizimi i gjërave ekzistuese mund të jetë shumë frytdhënës. Sot është më mirë të bësh bilancin e situatës sesa të shtysh diçka përpara. Kujdes me keqkuptimet dhe sigurohu që të jesh sa më e qartë në komunikim. Përpiqu të forcosh ndjenjat e sigurisë dhe mbështetjes brenda dhe jashtë teje. Peshorja, me Merkurin që po fillon retrograd në sektorin tënd të komunikimit, deri më 29 nëntor mund të hasësh vonesa ose nevojë për rishikim në çështje të lidhura me mësim, transport dhe komunikim të përditshëm. Është koha për të qenë fleksibël dhe je vëmendshëm ndaj takimeve dhe detyrave të rëndësishme. Mund të lindë nevoja për të rikthyer vëmendjen tek çështje të pasgjidhura me vëllezër, fëmijë ose persona të tjerë të afërt, dhe mund të ketë probleme mekanike me pajisjet që përdor për komunikim ose lëvizje. Këto pengesa mund të shtyjnë të rishikosh mënyrën se si lidhesh dhe si funksionon rutina jote. Gjatë kësaj periudhe, është më mirë të rikthehesh mbi projekte të vjetra ose aktuale dhe të bësh përmirësime. Para se të veprosh, sigurohu që ke të gjitha informacionet e nevojshme. Kujdes sot me ato që thua, mos thuaj diçka që nuk e mendon vërtet. Akrepi, Merkuri po fillon retrograd sot dhe që zgjet deri më 29 nëntor, ki kujdes me fokusin kryesor tek asetet dhe financat. Gjatë këtyre 3 javëve mund të duhet të rishikosh buxhetin, të kontrollosh vendosjen e sendeve ose të trajtosh çështje që janë humbur ose vendosur gabim. Një projekt apo sipërmarrje mund të ngadalësohet ose të kërkojë rishikim. Përfitimi më i madh i kësaj periudhe është të rikthehesh tek problemet e vjetra me një këndvështrim të ri. Mund të bësh kërkime të shkëlqyera dhe të rishikosh vendime apo projekte të kaluara. Shikimi pas përpara se të veprosh është një ushtrim i vlefshëm. Sot mund të lindë konfuzion mbi kufit, limitet ose ndryshimet në vlera, dhe zgjidhja mund të mos jetë e qartë menjëherë. Kujdes me komunikimin, mos supozo që të tjerët kuptojnë menjëherë kuptimin tënd, sepse atmosfera e retrogradës e bën dialogun më të ndjeshëm dhe ndonjëherë keq interpretohet. Shigjetari, me Merkurin që po fillon retrograd në shenjën tënde sot, introspektimi është i dobishëm. Kini kujdes të mos biesh në kapjen e mendimeve të tepërta, pasi kjo është një tendencë e fortë gjatë kësaj periudhe. Nuk është koha për të nisur projekte të reja, sepse ato mund të ngadalësohen ose mund t'i rivlerësosh më vonë. Gjatë kësaj retrograde deri më 29 nëntor mund të ketë vonesa, keqkuptime dhe mungesë të qartësisë në komunikim. Ky cikël është shumë personal për ty, ndaj kushto kohë të sigurosh që mesazhet e tua të jenë të qarta. Vendimet mund të bazohen më shumë në intuit se sa në logjik të pastër, dhe kjo mund të sjellë zbulime të rëndësishme personale. Është një kohë e mirë për riorganizim dhe reflektim. Po sheh botën nga këndvështrime të ndryshme dhe mund të arrish tek disa kuptime të brendshme të çmuara. Megjithatë, merr parasysh që të tjerët nuk gjithmonë kuptojnë atë që po komunikon. Britsjapi, sot mund të jetë pak e ndërlikuar, kryesisht për shkak të keqkuptimeve në komunikim ose problemeve me transportin. Merkur fillon retrograd sot dhe deri më 29 nëntor mund të ketë vonesa, konfuzion dhe mungesë qartësie. Besimi tek intuita mund të duket më i komplikuar dhe vendimmarrja mund të bëhet sfiduese ndërsa mendon opsione të ndryshme. Kini kujdes me ato që thua, mund të thuash diçka pa dashje ose të zbulojë një sekret që do të kishe preferuar ta mbaje. Sinjalet e brendshme dhe të jashtme mund të jenë të vështira për t'u lexuar derisa të kuptosh se po i sheh gjërat nga një këndvështrim krejt i ri.
Vëmendje ndaj mashtrimeve ose rremeve të mundshme nga të tjerët. Ky cikël është ideal për të rishikuar dhe përmirësuar punën që ke nisur, për të shkruar në ditar ose për të kthyer pas për të gjetur përgjigjet që ke neglizhuar më parë. Kujdes dhe reflektim janë çelësat e suksesit sot. Ujori, me Merkurin që po fillon retrograd sot dhe që zgjat deri më 29 nëntor, disa ndryshime në jetën tënde mund të duken të menjëhershme, por sot mund të ndjesh një kaos ose hutim të lehtë. Është më mirë të presësh, të marrësh frymë dhe të rifokusohesh më vonë me një këndvështrim të freskët. Ky cikël është i mirë për të rishikuar vendimet të fundit dhe për të zbuluar detajet të neglizhuara që mund të kërkojnë rishikim. Përmirësimi dhe redaktimi i projekteve janë veprime të dobishme tani. Komunikimi me shok, grupe dhe bashkëpunëtor mund të jetë i sfiduar dhe mund të ketë nevojë për qetësim, riorganizim dhe rishikim të gjërave. Fokus i veçantë është tek jeta sociale dhe aktivitetet e rrjedhëzimit, kushto vëmendje shtesë kur merresh me miqt, grupet dhe marrëdhëniet profesionale. Gjatë kësaj periudhe mund të rilidheni me një mik të vjetër dhe projektet apo qëllimet afatgjata mund të kërkojnë rishikim ose ndryshime. Peshqit, me Merkurin që po fillon retrograd sot në shtëpinë tënde të 10, është koha të jesh sa më fleksibël me rutinën dhe planet, pasi mund të ndodhin keqkuptime ose vonesa. Ky cikël zgjat deri më 29 nëntor dhe ndikon kryesisht tek karriera dhe projektet afatgjata. Është një periudhë e mirë për të përmirësuar dhe rishikuar objektivat e tua të mëdha, por mund të ketë konfuzion në lidhje me planet ose komunikimet profesionale. Rishikimi është i domosdoshëm, por qartësia për hapat e ardhshëm mund të mungojë për tani. Prisni vonesa ose përgjigje që mund të të çojnë të rishikosh dhe përmirësosh disa gjëra. Kushtojini kujdes të veçantë komunikimit me publikun, shefat, bashkëpunëtorët, miqt dhe kolegët. Edhe pse pengesat mund të duken të bezdishme, ato mund të të ndihmojnë në fund. Sot, frustrimet mund të japin informacione të vlefshme, vëzhgo dhe mëso nga to.